Andrew Stanton nga Britania ka një rekord që sfidon çdo imagjinat. Ai tërhoqi një aeroplan të vogël duke përdorur vetëm veshjen e tij të majtë, të lidhur me një litar të posaçëm. Avioni peshonte disa qindra kilogram, ndërsa Andrew e tërhoqi për disa metra pa e lëshuar. Ky rekord kërkoi stërvitje të jashtëzakonshme të lëkurës dhe muskujve të qafës. Ai ka thënë se sekreti është dhimbja e kontrolluar dhe përqendrim ekstrem. Guinness e ka cilësuar këtë rekord si një nga më të çuditshmit në historinë e organizatës. Andrew Stanton nga Britania ka një rekord që sfidon çdo imagjinat. Ai tërhoqi një aeroplan të vogël duke përdorur vetëm veshjen e tij të majtë, të lidhur me një litar të posaçëm. Avioni peshonte disa qindra kilogram, ndërsa Andrew e tërhoqi për disa metra pa e lëshuar. Ky rekord kërkoi stërvitje të jashtëzakonshme të lëkurës dhe muskujve të qafës. Ai ka thënë se sekreti është dhimbja e kontrolluar dhe përqendrim ekstrem. Guinness e ka cilësuar këtë rekord si një nga më të çuditshmit në historinë e organizatës.